Pas përpjekjes për ta ndaluar që të largohet, Giani shpreh këto fjalë Ajlës. Unë nuk të premtoj një kopësht me trëndafila. Ndoshta gjithçka do të jetë edhe më keq nga sa mendon, nuk e di. Do të na hedhin mina në rrugë. Le t'i hedhin. Ne do të ecim, do të rrëzohemi, ndoshta do të ngrihemi, ndoshta nuk do mundemi të ngrihemi, nuk e di, Alja, por unë nuk dua që ti të largohesh nga këtu. Unë të dua. Gjithçka ndodhi në 5 sekondat e para kur të pash. Pastaj kuptova se isha humbur, isha zhytur, diçka ndodhi brenda zemrës time, diçka filloi. Thash nuk ka rëndësi nëse nuk ka kuptim. Thash nuk ekziston e ndaluara. Thash nuk ekziston e pamundura. Unë nuk mund ta mohoj këtë dashuri. Nuk mund ta të ik nga ajo, sepse ti e ndryshe, Alja. Ti e drejt, e guzimshme, je e ndershme. Ka kaq shumë gjëra që të përshkruajnë dhe unë u dashurova me secilën prej tyre. Nga ana tjetër, Ajla përpiqet ta bindë Gianin sepse largimi i saj është për të mirën e të gjithëve, por ai kundërshton, duke i marrë ata dhe duke i kthyer në konak. Ndërsa Fidan e shqetësuar telefonon vazhdimisht Shahinin, por ky i fundit nuk përgjigjet. Fidan, pse po e mbyll telefonin? Pasha zotin, ky djalë do të më vras një ditë. Në ato moment shfaqet Shahin dhe Nare, të dy të kapur dorë për dorë. Fidan, nga doli kjo këtu? O djalë, çfarë po ndodh? Çfarë pune ka kjo grua këtu? Ne në qetësohu, i thot Shahini. Jo, në këtë gjendje që je, çfarë po ndodh? Pse po ja mban dorën? Lëshoja dorën. Nuk do t'ja lëshoj nën, i thot Shahini, sepse ne jemi të martuar. Fidan, çfarë? Jeni të martuar? Nën, ti e di që unë kur nuk hoqa dorë nga Nare, dhe ajo nuk hoqi dorë nga unë. Pranoje më në fund, ne jemi të martuar. Fidani, jo, po të them jo, ajo grua nuk mund të jetë gruaja jote, ajo nuk do të hyj kur në këtë konak. Sa t'jem unë gjallë, ajo nuk do të hyj në këtë shtëpi. Edhe po të jeni martuar, ju do të divorcoheni me një herë. Por në atë moment, ndërryn e Xhmeli, çfarë po ndodh këtu? Çfarë është gjithë kjo zhurmë? Çfarë pun ka Nare këtu? Shahini, asgjë baba, por ne jemi të martuar tashme me Naren. E dëgjove. Fidan, ju me njëherë do të divorcoheni, unë e thash një herë këtë. Shahini, ajo nuk do të shkoj askund, do të qëndroj pranë meje, Nare është gruaja ime, nëse ajo largohet, do të largohem dhe unë. E Xhmeli, askush nuk po shkon askund, as ti dhe as ajo, nëse e doni njëri tjetrin, dhe nëse jeni martuar, atëherë mirë se erdhe nusja ime. Duke i befasuar të gjithë, e Xhmel pranon Naren si nusën e Shahinit dhe duke lejuar që kjo e fundit t'i puth dorën. Më pas e Xhmeli vazhdon. Tani hajde, puthni edhe dorën e nënës suaj. Fidan e zemëruar. Pra ti thua që vajza e asaj gjarpri është bërë nusja jote dhe ne duhet ta mbajmë këtë turp mbi shpinë. E Xhmeli ashpër. Për një herë të vetme, hesht moj grua, nëse them që ajo dorë do të puthet, atëherë do të puthet. Fidan e detyruar i zgjat dorën Nares dhe kjo çështje mbyllet këtu. Xhian rikhthen Aljen dhe Xhian Denizin në konak, por aty përballen me Sadakatin. Sadakat e shqetësuar. Xhian, çfarë ke bërë ti? Xhiani, bëra atë që duhet të bëja nën, mora djalin tim dhe gruan time dhe i solla aty ku duhet të jenë, në shtëpinë e tyre. Sadakat, a e kupton çfarë rreziku po merr përsipër? Ajla, unë fola me ty. Ti e kupton çfarë po rrezikon apo jo? A nuk mendon fare për djalin tënd? Xhiani, të lutem nën. Duke i ndërprer fjalën nënës së tij, Xhiani shkon të sqarohet me Minen. Mine, sa po she Ajlën e pyet, çfarë bën kjo këtu? Xhiani, çfarë pune ka ajo këtu? Ajo është gruaja ime. Në fakt, ti çfarë pune ke këtu? Mine, a nuk ta shpjeguan situatën? Xhiani, le të themi që Alja nuk jeton më në këtë shtëpi. Edhe pse më kërcënove, mendove se mund të vish këtu dhe të jetosh rehat? Mine, ti ke një fëmijë në barkun tim, Xhian. A është kjo arsyeja? Xhiani, ti bën gjithë këto turpe dhe unë duhet t'i gëlltis të gjitha, t'i injoroj dhe pastaj të jetojmë të lumtur. A je në vete ti? Mine, unë jam në vete, por nuk më mbeti rrugë tjetër. Nuk po bëj shaka. Përballë teje nuk është më Mine e vjetër. Ajo ka mbaruar. Unë mund t'i marrë të gjitha dokumentet dhe të shkoj tek e Xhmel. Xhiani, shko, merri të gjitha dokumentet dhe çoji tek e Xhmel. Shpjegoja një nga një, madje nëse nuk kupton, ngrije zërin që të kuptoj më mirë.
Sadakat, mine, nëse shkon tek e xhmel, do të ta bëj jetën ferr, do të shkatërroj. Mine, zonja Sadakat, ju nuk mund të më bëni asgjë, nuk mund të më prekni, sepse në bark mbaj fëmijën e djalit tuaj. Por unë mund t'ju bëj shumë dëm, këte e dini shumë mirë. Më pas mine i drejtohet Xhianit. Çfarë ndodhi? Nuk ke frikë nga asgjë? Xhian, unë kam një frikë. Kam frikë të humbas Alien, mine, sepse unë e dua shumë. E dëgjove? E dua Alien. Le ta dëgjojnë të gjithë. Le të mos mbetet me sekret. Mine, me ironi. Po Alja, a e do ajo vëllain e burrit të saj? Sa po dëgjon Minen, Alja shkon dhe i zgjat dorën Xhianit, duke thënë këto fjalë. Po mine, unë e dua Xhianin, madje me gjithë zemër. Atëherë Xhian i thot Mines, tani shko tek e xhmeli, por unë nuk do të heq kur dorë nga Alja, as ajo nga mua. Duke dëgjuar këto deklarata, Mine ndihet keq dhe rrëzohet për tokë. Ndërsa tek kjo skenë, është biseda midis Xhianit, Aljës dhe Sadakatit. Sadakati, shiko, në dorën e Mines ka dokumente. Ajo grua do t'i marrë dhe do t'i çojë tek e xhmel. Ne duhet t'ja marrim ato dokumente nga duart. Xhiani, nëse do le t'ja çoj nën. Sadakat, si do t'ja çoj? Në atë gjendje që është, për hir të Zotit. E pesi është. Xhiani, çfarë të bëj unë? Ti ve thikën në fyt, ta mbyll me çelës në dhomë, çfarë të bëj nën? Çfarë duhet të bëj? Sadakat, me njëherë i drejtohet Ajlës. Ti duhet të largoheshe, duhet të mendoje për punën e djalit tënd. A nuk mendon fare për atë që do të ndodh? Xhiani, mjaft nën, të lutem mjaft. Sadakat, duke bërtitur, kjo grua të mori mendjen dhe ti as nuk e kupton çfarë rrezikon për te. Unë të thash, kjo grua do të jetë fatkesia jon. I drejtohet përsëri Aljes, ndërsa Boran është në varr, si mund të vish hapur dhe të thuash se e do Xhianin. Alja, po të them qartë, Xhian është burri im, po, burri im është Xhian. Dhe të kujtoj diçka, ai që na detyroi të martoheshim, ishte pikërisht Borani, ai që tani është në varr. Sadakati, Boran nuk të la në dorë të Xhianit për të hyrë në shtratin e tij. Atëherë Xhian nuk duron më dhe fillon të bërtas. Të lutem nën mjaft. Jam lodhur. Sa herë që përpiqem të jemi lumtur, ti ndërton një trekëndësh para meje. Të lutem, ose përndryshe do të zbresim nga makina. Ndërsa te kjo skenë, e xhmel nxit Naren dhe Shahinin që të shkojnë së bashku dhe t'i tregojnë për martesën Sadakatit, pavarësisht nëse asaj do t'i pëlqejë apo jo. Ashtu si që xhmeli kishte porositur, Shahin dhe Nare shkojnë në konak për të përballur me Sadakatin dhe Xhianin në lidhje me martesën e tyre të fshehtë. Sadakat, sa po i shikon tërbohet nga inati, lëshoja dorën Nare, çfarë bën ai këtu? Biri ati njeriu të pamoralshëm. Nare, të lutem nën, mos e quaj ashtu. Ai është burri im. Unë jam martuar me Shahinin. Sadakat, duke shpërthyer, çfarë? Unë çfarë jam për këtë konak? E shkelen derin e kësaj shtëpie, e hodhe në tokë. Por unë jam ende gjallë, dhe ti do t'i japësh fund këtij turpi pikërisht këtu. Babai i tij e xhmeli doli nga burgu, dhe ti do të futesh përsëri nën çatin e atij djalli, ti e ke humbur mendjen. Duke parë shpërthimin e Sadakat, Nare i drejtohet Xhianit. Vëlla, të lutem, na ndihmo. Vëlla, ne nuk erdhëm të zihemi, erdhëm të puthim dorën tuaj. Vëlla, ti e di, ne luftuam shumë, por nuk hoqëm dorë, të lutem na ndihmo. Me lot në sy, Nare i drejtohet edhe Sadakatit. Ne unë vetëm dua ti im me Shahinin, nuk dua asnjë gjë tjetër, të lutem më mbështesni, ju jeni familja ime. Shahin, i drejtohet Xhianit. Xhian, ti je njeri me ndërgjegje. Nëse e pranon këtë martesë, nëse Nare del nga ky konak duke të puthur dorën, unë të premtoj para të gjithëve, do të heq dorë nga kërkesa për Alborën. Xhiani, jo, kjo nuk do të ndodhë. Unë nuk e pranoj këtë martesë, do të divorcoheni sa më shpejt. Nare e shkatëruar dhe e shokuar. Vëlla, pse? Unë dua të jem e lumtur, pse ma mohon këtë? Xhiani, sepse babai i këtij është vrasësi i Boranit. E xhmeli është vrasësi i Boranit. Shahini i habitur, çfarë? Çfarë po thua? Ju nuk mund të akuzoni përsëri babain tim, ai është i pafajshëm. Kjo është një situatë shumë e keqe për Naren. Ajo nuk e di se me kë duhet të shkojë, me burrin e saj Shahinin, apo të qëndrojnë në konak, bashkë me nenën dhe vëllain e saj Xhihanin.